Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke shtuar prezencën e tyre, po dërgojnë avionët F-22 Raptor, avionët F-35, pra avionët e gjeneratës 5, më të fundit që vetë SBA i ka në dispozicion. Ka afruar aeroplan mbajtëse Nimitz në Mesdhe e tjerë. Si e shikoni, do angazhohet SBA në këtë konflikt dhe çfarë pasojësh do ketë? Atë që ne shohim dhe kemi dëgjuar, jo vetëm nga media, por edhe nga burimet të tjera që cilat janë të pa klasifikuara, pra jo të klasifikuara, nuk shohim ndonjë qëndrim të Shtetet Bashkuara të cilët mund të kalojë ose mund të përfshihet në këtë konflikt. Ai që ka thënë presidenti Trump është që ai kërkon që Irani të ulet pa kushte dhe të arrijë të pranojë një marrëveshje të propozuar konkretisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe nga vendet tjera perëndimore. Për momentin nuk ka ndonjë gjas që Shtetet Bashkuara të përfshihen. Kjo është ajo që ne shohim në atë që thuhet dhe flitet çdo ditë për këtë konflikt. Por në anën tjetër mund të ndodhë që Shtetet Bashkuara të përfshihen. Nëse Shtetet Bashkuara të përfshihen, atëherë ne do të kishte një rrezik që ky konflikt ose kjo përballje ndërmjet Izraelit dhe Iranit mund të përshkazojë dhe mund të përhapej në gjirin prestik ose në lindjen e mesme. Edhe në të shkuarën, jo vetëm gjatë kësaj administrate, pra administratës së presidentit Trump, e cila ka filluar mandatin e saj në janar të vitit, por edhe me administratën Biden, është diskutuar shumë, sidomos presidentët e Egjiptit, të Arabisë Saudite, por edhe të Jordanisë, kanë nënvizuar me forcë që ne duhet të shmangim që ky konflikt, pra kjo përballje ndërmjet Izraelit dhe Iranit të mos qëndrohet në një konflikt ose një luftë e cila do të përfshinte një numër vendesh tjera. Nëse kjo do të përhape, atëherë do të ishte një akt vdekjeprurës për sigurinë e brisht të lindjes së mesme. Dhe unë nuk besoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të ishin dakord ose do të donin që ky konflikt të shkonte më shumë se sa një përballje ndërmjet dyre vendeve. Por në krahun tjetër kemi vende si Bashkimi Evropian, ose më shumë se Bashkimi Evropian pra vendet europiane, ku këtu nuk harroj të përfshihet edhe Kanadan, të cilët kërkojnë të përshpejtohet ose të arrihet një marrëveshje paqe ose diplomacia të veprojë. Pra janë më shumë për diplomacinë se sa për veprimin e forcës. Dhe kemi një numër tjetër vendesh, të cilët janë vendet mbështetëse dhe përkrahase të Iranit, të cilët është Federata Ruse, kemi Kinën, të cilët janë mbështetëse të Iranit dhe nuk dëshirojnë që të ketë një luftë, dëshirojnë që kjo luftë të mbarojë menjëherë dhe